Fuqia e fshehur e rukolës. Nëse mendoni se rukola është thjesht një dekor jeshil për pjatat tuaja, mbylleni këtë video. Por nëse doni të zbuloni se si kjo barishte me shije pikante mund të jetë një nga aleatët më të fortë të mëlçisë, kockave dhe rënjes në peshë, qëndroni me mua. Çfarë e bën rukolën kaq të veçantë? Rukola nuk është thjesht një sallatë e zakonshme. Ajo bën pjesë në të njëjtën familje me brokolin dhe lulelakrën. Shija e saj paksa e hidhur dhe pikante vjen nga disa përbërës të fuqishëm sulfurik, të cilët veprojnë si pastrues natyral për trupin ton. 4 benefitet kryesore. Jap se duhet ta shtoni rukolën në dietën tuaj sa më shpejt. Detoksifikimi i mëlçisë. Rukola është e pasur me klorofile dhe glukozinolate. Këto substanca ndihmojnë mëlçin të neutralizojë toksinat dhe metalet e rënda në organizëm. Shtytje për metabolizmin dhe rënjen në peshë. Me pothuajse 0 kalori dhe shumë ujë e fibra, ajo ju mban të ngopur për një kohë të gjatë dhe ndihmon në rregullimin e sheqerit në gjak. Kocka si qelik. Vetëm një filxhan me rukol plotëson një pjesë të madhe të nevojës ditore për vitamin K, e cila është jetike për përthithjen e kalciumit dhe shëndetin e kockave. Mbrojtje e fortë antioksiduese. Ajo përmban vitamin A, C dhe beta-karoten, duke luftuar radikalet e lira dhe duke i dhënë lëkurës tuaj një shkëlqim natyral. Si ta konsumoni për të marrë maksimumin? Për të përthithur plotësisht vitaminat e saj të tretshme në yndyrë si vitamina K dhe A, shoqërojeni gjithmonë rukolën me pak vaj ulliri ekstra të virgjër dhe lëng limoni të freskët. Shmangni gatimin e saj në temperaturë të lartë në mënyrë që të mos humbni vitaminën C. E thjesht, e lirë dhe jashtëzakonisht e shëndetshme. Ju si e preferoni rukolën? Në sallatë, me makarona apo si për një picë të ngrohtë? Më shkruani në komente. Mos harroni të bëni like dhe të ndiqni kanalin për më shumë këshilla të tilla. Shihemi së shpejti.